Derisa Monika ka shkuar dhe thotë që jam aktore, tani unë e pres ta dëgjoj në gjykat se si do aktroj dhe se si do thotë të vërtetën që kam punuar në kurrizin e bashortit tim dhe në favor të Edi Ramës. Dhe mbani mend diçka që Monika Kryemadhi çuditërisht kishte një dashuri për Erion Velin, një dashuri të madhe të jashtëzakonshme për Lulzim Bashën dhe po çuditërisht po këto dy individ e kanë tradhtuar Monikën Kryemadhi. Dhe pastaj kemi po të njëjtin individ që ka pas dashuri zonja Monika Kryemadhi, Edi Ramën, që i futi burrin në burg. Pra, kjo grua ka dështuar kaq shumë nga dashuritë e saj politike, se sa është e paimagjinueshme për të marrë në konsiderat jo vetëm si në cilësinë të pandeurës, po edhe në cilësinë e dëshmitarit. Prandaj provat telefonike flasin vetë dhe unë dua të shikoj se si Spaku do na thot kush ka porositur dhe kush ka sjellur në propozim në parlament ligjin e propozuar së kërkuar nga grupi i interesit që vjen nga pushteti ekonomik i vendit. Pra ju po thoni se këta tre politikanë duke nisur nga Edi Rama kur ishte kryetari i Bashkisë së Tiranës, Lulzim Basha dhe Erion Velia i kanë tradhtuar politikisht Monika Kryemadhin në ato çfarë ka ndodhur që pas viteve 2000 deri më sot? Po, zonja Kryemadhi është socialiste, zoti Bardhi, nuk është demokrate. Zoti Rama është socialist. Mirë. Zoti Veliaj është socialist, apo i deformuar, por socialist. Zoti Basha, nuk e di, Euroatlantik, hajde mos them në fjalë, Euroatlantik, i cili erdhi në Bashkinë e Tiranës me ndihmën e Lëvizjes Socialiste për Integrim. Pra, nga socialistët. Pra, duke marrë këto të gjitha edhe duke i bërë një analizë politike, unë mendoj që zonja Kryemadhi është tradhtuar nga këta ish kryetar bashkie, që secili nga ata kanë qenë në politikën shqiptare, pra Lul Basha dhe Erion Veliaj, tani pritet se si zonja Kryemadhi do të jetë dëshmitari e fundosjes së zotit Rama, sepse zonja Kryemadhi për mendimin tim e fundos zotin Rama në rast se ajo thotë që unë me Ramën kam folur edhe i kam thënë të gjitha, sepse procesi penal dhe zhvillimi i gjykimit të zakonshëm bën që i pandeuri të ketë atributet dhe të thoya fuqinë më të madhe të kërkoj gjithçka në gjykat dhe gjykata nuk ka fuqi të refuzojë në gjykimin e zakonshëm. Ndërsa në gjykimin e shkurtuar, gjykata është zoti dhe prokuroria është shkopi. Por në procesin e gjykimit të zakonshëm, unë nuk e di se si prokurori do filloj në faqja 1 të lexoj dhe të mbaroj të gjitha fashikujt. Duke i lexuar aty në gjykat. Nuk e di. Prandaj them, do jenë lajme, video, do shkojmë atje bashkë, të bëjmë që atje intervistë bashkë. Do kemi këtë vit, pra 2025-2026, momenti më historik, Partizani Meta Kryemadhi në gjykat. Rama besoj se do të jetë me ankth, sepse në të dyja rastet zoti Rama është i përfshirë në mënyrë drejt për së drejti dhe jo tërthorazi. Si mendoni, apo kërkon të shpëtoj veten e tij Ilir Meta duke akuzuar bashkëpunëtorët e tij sa i përket çështjes së lobimit? Unë mendoj se zoti Meta, të jemi realist me ju, nuk ka pse të akuzoj dikë në procesin penal. Aty zoti Meta do të tregoj qartazi se si funksiononte lobimi, çfarë u bë në pjesën e bashkëpunëtorëve të tij, pse e tradhtuan dhe çysh e tradhtuan, secili prej tyre, por për mendimin tim, bashkëpunëtorët që kishte Meta sot i ka Rama. Ashtu si tradhtuan Metën, do tradhtojnë edhe Ramën. Këtë duhet të kuptoj zoti Rama. Materialistët të cilët janë futur dhe janë bërë pjesë e Partisë Socialiste, patjetër dhe sidomos do godasin Partinë Socialiste dhe zotin Rama në një moment.
Pra, duhet ta marrim si fakt konkret. Çfarë? Derisa ata kanë qenë në shërbim të Metës dhe në momentin ku panë që Meta nuk ishte më kaq i fuqishëm, ikën dhe shkuan te Rama. Kur shikojnë që Rama nuk do të jetë më i fuqishëm, ata që ja futën Metës do t'ja fusin Ramës. Kjo është e logjikshme. Çfarë do bëjë Meta që akuzon bashkëpunëtorët, ish bashkëpunëtorët e tij? E sigurt që ata kanë përgjegjësinë e tyre penale, por në procesin që do zhvillohet në gjykim të zakonshëm, secili prej tyre duhet vit të na thotë dhe të na deklarojë çfarë kanë qenë këto gjëra që ke deklaruar, dhe në rast se këto deklarimet nuk janë të sakta, normalisht quhen deklarime jo të sakta, të cilat nuk provojnë provë kundër të pandeurit, dhe zoti Meta mund të shpallet dhe i pafajshëm në një pjesë të madhe të akuzave. Nuk e di a janë për të gjitha, po unë mendoj se në rast se jemi me këto të dhëna që kemi paraprake, normalisht që zoti Meta përfiton nga edhe pafajësia, sepse ka mundësi që ta hajë dikush tjetër i cili ka qenë i aftë për të qenë servil dhe i pa aftë për të reaguar në momentin e duhur kur i kanoset dhe karrika e tij. Si mendoni, sa vite burg rrezikon Ilir Meta me ngritjen e këtyre 3 akuzave? Maksimumi i burgut që mendoj unë mund të jetë 12 vite burg, por duke përfituar gjykimin e shkurtuar gjitha këto, edhe mënyra se si do të paraqitet edhe pjesa e paraburgimit, në rast se do të jetë në pjesën e paraburgimit, në rast se do të kemi një proces politik, zoti Meta mund të dënohet të paktën 4 vite. Por në rast se do të kemi një proces gjyqësor së drejtës, unë mendoj se zoti Meta duhet të shpallet i pafajshëm sepse akuzat ndaj tij janë krejtësisht politike. Si mendoni, a do të jetë Ilir Meta një kurban politik në kuptimin e plot fjalës që rrezikon të dënohet me vendim të formës së prerë, dhe nga ana tjetër çfarë mund ta shpëtojë Ilir Metën në minutën e fundit? Zoti Velia është kurban politik, jo zoti Meta. Në raport me kundërshtarin, se brenda llojit zoti kundërshtar, jo brenda llojit. Zoti Rama brenda dhe jashtë llojit të gjithë i ka kundërshtar. Zoti Meta nuk bëhet kurban, sepse zoti Meta është kryetar partie, ka 4 deputet, derisa janë tani 4 i ka vetët, i ka nga lista e sigurt të Partisë Demokratike, po ashtu ka veten e tij në vendin e tretë për të futur në parlament në çdo moment, si të jetë në mas sigurie, si të jetë i dënuar në rast se do të kemi hequr edhe ligjin e dekriminalizimit. Pra, zoti Meta nuk është kurban. Zoti Velia është kurban. Pra ata që din ta kuptojnë mirë, zoti Velia nuk ka asgjë. As Partinë Socialiste, as Bashkinë e Tiranës, as G99-ën. Madje s'ka fondacioni Soros që e ka promovuar dhe njerëz të vet të cilët hapnin qerin Disney qeri për zotin Veliaj. Pra, kurbani politik i nderuar është zoti Veliaj për interesin e Partisë Socialiste. Po jo zoti Meta. Zoti Meta është goditur nga partia e tij e cila e dashuron dhe e don që është komunist. Pra zoti Meta është komunist, është socialist. Ky është mesazh për zotin Meta, që partia që të ka gropostur është partia socialiste dhe jo partia demokratike apo demokracia në tërësi. Po çfarë mund ta shpëtojë në minutat e fundit? Çfarë mund ta shpëtojë Ilir Meta në minutat e fundit? Zoti Meta e shpëton veprimtaria e tij në gjykat, se si do të përballet me dëshmitarët. A mund të sakrifikohet dikush tjetër për Ilir Metën? Jo, nuk ka sakrifikim. Ka dënim. Në kuptimin ligjor. Po, ka dënim. Në Pogradec, lart, nuk e më tani çfarë fshati është, janë bërë disa burgje dhe aty shkojnë gra. Unë mendoj se ajo që e ka bërë ose dyshohet që e ka bërë, shkoj atje. Qytanis ka nevojë të presë. Dihet shumë mirë kush është. Po nuk është sakrifikim kjo. Pra ju po thoni që kënaqësia e tepruar dhe abuzimi ekstrem duke mos njohur ligjin. Por në kodin tonë Kremati mund ta bëjë një sakrificë të tillë. Jo, nuk do bëj sakrificë sepse do sakrifikohet ajo. Po në rast se provat tregojnë që ajo ka fajsi, normalisht jo, nuk quhet sakrificë ligjore. Në rast se personi nuk njeh një ligjin penal me veprimet aktive flasë, jo, pra në veprimet aktive të cilët nuk ke një marrëveshje paraprake me personin që po bën diçka.